përmirësuar që përshkruan prerjen kur e mbani lart në një dritë, siç po e shihni tani. Këto fije janë të veçanta, ato janë transparente dhe shkëlqejnë kur i vendosni në dritën ultraviols. Sytë tuaj nuk mund ta shohin dritën ultraviols pa ndihmë, por ja si duket fija në rast se ishit kurioz. Prerjet e ndryshme do të shkëlqejnë me ngjyra të ndryshme. Çdo kartmonedhë në këto pirgje parash është një dokument sigurie e përmirësuar, por si shumica e pjesëve komplekse të prodhimit, ato nuk u bën të tilla pa planifikim të kujdesshëm. Siç mund ta shihni këtu, dizenjot në monedhë vizatohen së pari me dorë. Pasi të finalizohen këto dizenjot të vizatuara me dorë, ato krijojnë pllaka çeliku për makinat e shtypit të byros. Dhe kjo është një detyrë e tërë në vetvete. Shikoni, do të shihni se këto gravura çeliku krijohen gjithashtu me dorë përmes përdorimit të një stilolapsi të quajtur pantograf. Një gdhëndës skriptesh gdhen të dizajnin përfundimtar në pllaka çeliku, të cilat replikohen në këtë shablon printimi të quajtur matricë kryesore. Procesi mund të zgjasë 8 ditë nga fillimi deri në fund. Por këto pllaka nuk janë çelik i zakonshëm. Për t'i bërë ballë presioneve ekstreme, që do të shihni së shpejti, ato janë të veshura me krom. Kjo është arsyeja pse duken kaq të zndritshme. Mund ta keni ndjer atë shirit blu dallues në kartmonedhën e fundit për